Dje në ora 16:10 në rrugën lokale Pirog Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor në Kamjan kanë kryer kontroll të automjetit të udhëtarëve BMW me targa të Tetovës, i drejtuar nga HT 44 vjeç nga Tetova, me çrast tek bashkëudhëtari i tij BB 29 vjeç nga fshati Reqice Vogël Tetovës kanë gjetur marihuan, ndërsa në automjet kanë gjetur një thërmues me mbetje marihuane dhe një pajisje tjetër me mbetje marihuane. Ata po mbahen në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. Dje në ora 13 në stacionin policor në Tetov, një 72 vjeçar nga rajoni i Tetovës ka raportuar se është mashtruar nga një person për shumën prej 3000 denar. Sipas njoftimit, ai e ka takuar personin në një restorant në Tetov, ku personi ka kërkuar para për të kryer disa punë dhe i ka premtuar se do t'ia kthej sapo të takohen tek kadasta. Sipas raportit, pasi ai kishte shkuar tek zyrat kadastrale, nuk kishte mundur ta gjej personin dhe ka kuptuar se ishte mashtruar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 19:25 në rrugën rajonale Tetov Bërvenic, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacion rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin IN, 65 vjeç nga fshati Reqice Madhe Tetovës, pasi që ndaj tyre është sjell në mënyrë agresive dhe i ka penguar në kryerjen e detyrës zyrtare. Ai është mbajtur në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përpilohet parashtresë përkatëse. Dje në ora 18:45 në rrugën Kej Vardar në Gostivar, zyrtarët policor të Gostivarit kanë arrestuar personin FA 39 vjeç nga Gostivari, i cili është raportuar nga SHU 56 vjeç nga Gostivari për prishje të rendit dhe qetësisë publike me muzikë të lartë dhe kërcënim ndaj saj dhe djalit të saj. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse.